2030, bota po hyn në një kapitull të ri shoqëror. Rreth 25 deri në 45% të vajzave dhe grave në moshë aktive pritet të jenë beqare dhe pa fëmijë. Ky nuk është thjesht një numër, por një sinjal i qartë se mënyra se si shohim jetën, dashurinë dhe familjen po ndryshon. Sot gjithnjë e më shumë vajza zgjedhin të ndërtojnë fillimisht veten, të investojnë në arsim, karrierë, pavarësi financiare dhe zhvillim personal, duke mos e parë martesën si një garë me kohën. Rritja e kostos së jetesës, pasiguria ekonomike dhe presioni social kanë bërë që vendimet për lidhje serioze dhe fëmijë të merren më vonë dhe më me shumë vetëdije. Beqaria nuk shihet më si mungesë, por si një fazë lirie, zgjedhjeje dhe fuqizimi. Studimi tregon se shoqëria po lëviz drejt një modeli ku vajzat nuk ndjekin shumë skema të vjetra, por krijojnë rrugën e tyre sipas ritmit dhe dëshirave personale. Mirë, jemi rikthyer në studio dhe sipas asaj inserti që ndoqëm në 2030, në 45% e grave të grup moshës nga 24 deri në 44 vjeç pritet të jenë beqare dhe pa fëmijë. Duket sikur është një fenomen që ka nisur të ndjehet edhe në shoqërinë shqiptare. Ne e themi her pas here, patjetër marrim shkas nga një studim që bëhet, por në studio gjithmonë diskutojmë fenomenin. Vërtet, ky studim është bërë për gjininë femërore, por me sa duket në shoqërinë shqiptare kemi edhe një zhvendosje për sa i përket burrave dhe moshës që vendosin të ndërmarrin një fazë tjetër të jetës së tyre dhe të martohen. Cilat janë shkaktarët, cilat janë arsyet përse shoqëria shqiptare po pson këtë transformim që në fakt nuk ka qenë prezent më herët. Ne e dim këtu që prindërit tanë janë martuar në një moshë shumë të herë. Gjitha këto i diskutojmë me sociologen Eva Sinane. Eva, mirë se vjen, kënaqësi që jemi së bashku në studio. Mirë se ju gjej dhe një vit i mbar. Edhe për ty. Mirë, e nisim pak me studimin. I referohemi atij dhe pastaj patjetër e zgjerojmë bisedën dhe gamën e pyetjeve. Pse gratë, vajzat shqiptare po vendosin të martohen më vonë se sa ç'bënin dikur? Janë shumë arsye në fakt, do ta nisja nga arsimimi i tyre, ato arsimohen më shumë tani, i japim dije më shumë grua së ditëve të sotme, i japim pavarësi ekonomike më shumë dhe më shumë liri për të vendosur për jetën e saj. Këto janë arsye të cilat duhet të ecin paralelisht edhe me gjininë maskullore, pra edhe me burrat. Duket si kur gruaja e ashtu quajtur grua moderne ose grua e ditëve të sotshme është një grua me pavarur dhe kërkon më shumë nuk e shikon më familjen si një institucion i cili do t'i sigurojë asaj anën financiare, pra si duhet martohemi patjetër sepse duhet të jetë dikush që të na mbajë ose dikush që të na japi siguri. Ajo kërkon më së shumti në ditët e sotme një siguri emocionale. Dhe kërkon një partneritet, kërkon një partner, jo thjesht një mirëmbajtës ose një bashkëshort, i cili siguron atë që siguronte në të shkuarën. Thënë kjo, duket sikur ato janë vetëm, por nuk e di ma janë të vetmuar, sepse koncepti vetëm dhe i vetmuar janë dy gjëra të ndryshme. Pra mund të jesh vetëm, por i vetmuar, dhe mund të jesh me dikë, por i vetmuar. Po prap të jesh, mund të jesh në një marrëdhënie, por ajo nuk është e shëndetshme, le të themi, dhe ti ndihesh vetëm, i vetmuar. Kështu që dinamikat janë të shumëllojshme. Unë do doja që studimet dakord kanë ato realitetin e tyre në brendësi, por nëse japim pak më shumë fokus politikave sociale dhe politikave mbështetëse mbi familjen, ndoshta bëhen pak edhe më të thjeshta disa zgjedhje që bëjnë si burrat edhe gratë në realitetin tonë. Eva, ajo çfarë po ndodh është që vajzat dhe gratë, pak në shoqërinë shqiptare, sa më afër të shohim gjërat më mirë është, po fitojnë pavarësinë ekonomike, duke patur një vend pune, duke patur të ardhurat e tyre, duke patur një arsim dhe një kualifikim profesional, bën që ky vendimi për të krijuar familje është edhe i shtyhet në kohë. Por ka dhe vajza që thonë arsyeja se përse ne nuk jemi me një djalë apo nuk jemi të martuara është dhe për fakt të djemve dhe burrave sot. Po, pikërisht, sepse nëse e krijuam këtë gruan e pavarur, duhet të krijojmë dhe një burr i cili jo ai mund të jetë i pavarur, por duhet të pranojë gruan e pavarur. Pra mendësia e burrit të ditëve të sotme, burri a është i dijshëm sa vajza ose sa gruaja? A ka dije mjaftueshëm? A ka pavarësi ekonomike? A është gati për të qenë një bashkëudhëtar dhe një partner?
Dhe mbështetës në karierën e kësaj gruaje, në miritjen apo prindërimin, se do të bëhen dhe prindër buri dhe gruaja në një fazë tjetër. Marrja një roli tjetër. Marrja një roli tjetër, a është gati ky burr apo ai vazhdon të jetë buri tradicional, buri i cili mund të ketë pavarësi financiare, por mund të ketë një varësi nga familja e origjinës që vjen. Pra mund të jetë pjesë e një biznesi të përbashkët familjar ose ne shohim çfarë na ndodh, ne shohim në realitetin shqiptar, ne mund të kemi djemë 40 vjeçare që jetojnë akoma me prindrit. Që mund të jenë të punësuar, pra kanë pavarësi financiare, por nuk dalën nga komfort zona e mamas ose babait, më thënë nga i gjiri ngrohtë familjar. Ata mund të kenë një shoqe, por sërish nuk duan të largohen nga... Nuk vendosin të marrin hapa të mëtejshëm. Shtëpia e ngrohtë është shtëpi që janë me prindrit e tyre. Pra, pjesërisht mund të quajmë që arsye se përse vajzat zgjedhin të kenë një martesë shumë të vonë, unë mendoj janë djemtë dhe vajzat shpesher shoqëria mund t'i quaj egoiste gratë e tilla, por në fakt kjo është pak e padrejtë, se nuk është egoiste të duash veten. Dhe në këtë moment që ne po flasim, gruaja shqiptare, por jo vetëm, ka vendosur të doj veten dhe ka vendosur të japi vetes pozicionin që i takon, respekt, dashuri, mirëkuptim. Mirë, çfarë mund themi për vajzat të cilat të partnerit duan stabilitet financiar, duan financat të qëndrueshme edhe e kanë kriter, për ndryshe nuk e marrin përsipër martesën, fejesën, angazhimin, sepse është fenomen totalisht prezent i lexueshëm lehtë në shoqërinë shqiptare. Këtu pasaj hym pak te koncepti materializmit, i realiteteve ku ne po jetojmë. Këtu ndikojnë shumë edhe rrjetet sociale, të cilat na shfaqin jetë super luksoze, na bëjnë që të bëjmë një krahasim midis jetës tonë dhe jetës të tjetrit. Dikujt tjetër. Dhe kjo sjell edhe ndjenjën e pamjaftueshmërisë së burrave dhe grave, të cilët nuk i kapin dot këto lloj ritmesh. Unë do të thoja që marrëdhënia, familja, martesa nuk është vitrinë, është institucion. Dhe ne duhet të duam institucionin dhe rolet dhe funksionet që jep ky institucion. Martesat nuk janë të ngjashme, ose marrëdhëniet. Ne përpiqemi që të një trajtësojmë me të tjerët dhe përpiqemi të bëhemi një masë. Me vullnet të lirë, burrat dhe gratë, një trajtësohen në mënyrën se si festojnë, në mënyrën se si reklamojnë pushimin dhe gjithçka të tyre. Presioni materializmit është shumë i madh në ditët që ne jetojmë. Vërtet. Urdhro? E vërtet. Po, kështu që kjo është një ndër arsyet ose një ndër që pengon, le të themi, jetën e shëndetshme dhe martesën e shëndetshme dhe partneritetin e shëndetshëm. Eva, është pothuajse pamundur që mos t'jesh ndeshur në këto 24 orë të fundit me videon virale ku Vjera në Durrës denonconte mënyrën se si nusja e saj kujdesej për 3 fëmijët. Një nga komentet që unë desha më shpesh përpos gjuhës së urrëties për secilën palë ishte që kjo vajzë më mirë të kishte qëndruar vetëm se sa të ndërtonte një familje të cilën nuk e mbante dot. Ti si e pe rastin, duke qenë se po flasim për anën e kundërt të medaljes, po flasim për ato vajza dhe gran shoqërinë tonë që zgjedhin të martohen shumë vonë, dhe ja ku kemi një rast që ka ndërtuar familje, por që në shumë rrethana kemi të bëjmë me denoncim publik dhe me një rast të vështirë kompleks. Dinamikat janë të shumë llojshme në rastin që ju përmendët. Unë do të thoja që shpesher shoqëria jonë stigmatizon gruan, por... Presion kur nuk bëhesh nën, por presion dhe kur bëhesh. Patjetër, por prindërimi, mëmësia dhe atërimi, pra të qenit baba, janë funksione dhe role përgjegjësie të përbashkëta. Nëse kemi sjellë një jetë fëmijët do të kemi të dy. Dhe në momentin që një familje divorcohet për arsye të ndryshme, prindërimi nuk mbaron. Dhe fëmijët, pavarësisht se në kujdestarit të kujt janë, janë fëmijët të dy dhe të nënës dhe të babait. Dhe përgjegjësia është ndaj fëmijëve nga të dy prindrit. Nuk e di kush babai i këtyre fëmijëve në rastin që ne flasim, por unë do të thoja që ndonjëherë gjërat bëhen dhe shumë mediatike, mund të ketë dinamika më të përshtjelluar aty në detaje underground, le themi, me funksione latente që ne nuk i dim ose nuk ne jam të ditura. Unë do të thoja që nëse nuk je gati emocionalisht për të sjellë në jetë fëmijë, mos u bëj prind.
them emocionalisht. I bashkohesh komenteve në kuptimin e mirë të fjalës, jo atyre në aspektin e gjuhës së urrëties. Unë nuk i bashkoj asnjë komenti, unë them që në momentin që ke vështirësi dhe has vështirësi në prindërimin tënd, duhet të kërkosh ndihmë. Nga ana tjetër, institucionet arsimore, institucionet sociale, pra ato politika sociale që mbështesin familjen e re, mbështesin nënat e reja, baballarët e rinj, duhet të jenë të gjithë vigjilent që të mos arrim në raste të tilla. Referuar ngjarjes në fjalë dhe ngjarjeve të ngjashme, kemi të bëjmë me një konflikt midis nuses, siç është rasti konkret, dhe vjerrës. Gjithmonë babai mungon. Është një luftë në raste të këtilla familjare midis vjerrës dhe nusës për kujdesin e fëmijëve, pavarësisht se gjykata varet kujt ja ka dhënë kujdestarin. Babai mungon gjithmonë. I referojmë këtij rasti, por edhe rasteve të tjera. Çfarë tregon kjo? Tregon mungesë maturie në mënyrë se si kemi rritur djalin, sa burre kemi bërë. O e nënës, o e babait, për mos thënë e të dyve. Palët e treta janë aksesor, do thoja unë këtu. Vjera, nuk kanë lidhje. nëna babait. Përgjegjësia në momentin që krijohet një familje është midis burrit dhe gruas, është midis çiftit. Nëse palët e treta futen ose ndërhyjnë ose agravojnë situata të kësaj natyre, do thotë që ky burr nuk ka ditur të mbaj pozicionet dhe rolet e tij midis familjes origjinë nga ka ardhur dhe familjes së re që ka referuar rastit, babai nuk është asnjë deklaratë publike, asnjë komunikat. Atëherë ta gjejmë ku është. Të gjendet babai dhe të dalit të prononcohet. Tregon që s'ishte gati asnjëherë për të qenë baba. Është një fakti që kjo familje ishte në divorc në mos gaboj. Fakti që kjo familje ka arritur të divorcohet, do thotë që dinamikat aty kanë qenë jo të favorshme për të bashkëtuar si një familje normale, sepse janë divorcuar ky burr dhe ky grua, ne këtë nuk e dim, por shikojmë... Jo, i referohen fenomeni që zakonisht janë baballarët ata të cilët nuk përgjigjen. Jo vetëm këtij rast, por në çdo rast publik që ne dim, janë baballarë që nuk bëjnë atë pagesën përmujore që duhet bërë, nuk janë aty prezent fizikisht, nuk shpenzojnë kohë me fëmijët, nuk i marrin... Sepse është ky modeli burrit i cili nuk po rritet dhe nuk është rritur me mundësim për të pranuar partneritetin dhe për të pranuar që duhet t'i ndajmë gjërat. Pra gruan e kemi bërë shumë të aftë, shumë të zonjë, shumë të avarur, por nuk na përputhet me ecurinë e burrit. Burrin e kemi tradicional, akoma, në realitet. Dhe ky burr tradicional na martohet, vendos të martohet me këtë gruan super të fuqishme dhe super të pavarur. Dhe në një moment caktuar, përpos fazës së fillimit, që është faza e reve, dashurisë me radhë, kur vim në jetën konkrete, në jetën reale, ne shikojmë që nisin problematikat, disnivelet kulturore, disnivelet arsimore, disnivelet financiare, sjellin problematika më pas të cilat përshkallëzohen në raste të veçanta. Eva, ka ndryshuar realisht modeli familjes. Nëse ne referohemi periudhës kur ne jemi rritur, të dy prindrit punonin, po roli ndryshonte në bazë të periudhave të ndryshme se kush sillte më shumë para në shtëpi. Ndërkohë sot që flasim, dhe nuk ishte asnjëherë e matshme apo e ndar dhe e prerë me thik. Sot që flasim, çiftet e reja kanë një model që është 50 me 50. Çfarë paguan ti, çfarë paguaj unë në çdo detyrim. Prindrit tanë thonë që kjo është arsyeja pse nuk po bëhen më bashkë çiftet, që tek llogaritë që bëjnë këtë formë. Të duket një formulë e mirë kjo e marra perëndimore si në Shqipëri, që gjithçka ta ndajmë gjysmë për gjysmë. Po formulën çdo detyrim dhe çdo të mirë, supozoj. Nuk mund ta përcaktojmë dot është formulë e mirë apo jo, por di të them që shoqëritë perëndimore kanë të tjera hapa zhvillimore, stade zhvillimi të shoqërisë. Po, kanë tjetër stade zhvillimor të shoqërisë. Kurse vërtet mund ta marrësh një model të caktuar, jo vetëm drejtimi financiar, por në shumë drejtime tjera, por duhet ta përshtasësh me terrenin ku e sjell këtë model. Dhe a është gati burri dhe gruaja shqiptare për këtë modelin 50 me 50? Domethënë mund të jetë gati teorikisht, mund të duket diçka shumë trendi ose e kohës, ose e bëjmë këtë gjë sepse duhet të jemi ky çifti modern, po a janë realisht në mendësi kështu burrat dhe gratë shqiptare?
Kështu që duhet parë rast pas rasti. Unë personalisht mendoj që bashkëjetesa në një familje është reciproke, dikush mund punoj më shumë me orare më gjata, por dikush tjetër që punon me orare më të reduktuara, është kjo puna e papaguar që themi ne që për vajzat dhe gratë. Për vajzat dhe gratë, të cilët ndonjëherë nuk ka rok që mund të mbuloj mujore, sepse ato janë edhe babysitter, janë edhe dado, janë edhe kujdesen për gjithë shka në shtëpi, janë edhe kuzhinjere me radhë. Tani mund të thot një burë që dhe unë bëj hidraulikun, bëj elektricisi, se kam parë këto video dhe fundit. E thot sepse e vërtet është e bën. Por që unë mendoj që ku ka vullnet të mirë dhe ku ka dëshirë për të bashkëtuar dhe për ta parë tjetrin dhe tjetrën si partner dhe bashkëudhëtar në këtë që është nisur bashkarisht, gjërat ecin mirë dhe problematikat të caktuara zveniten ose s'ka vend për llogari. Por gjithmonë duhet të fliten. Pra duhet bashkë bisedohen midis burrit dhe gruas ose partnerëve me njëri tjetrin, çfarë shkon, çfarë nuk shkon, çfarë duhet përmirësojmë. Pse jam mërzitur, pse e mërzitur. Në ndodhë që shpesherë nuk flitet për problematika dhe qoftë mund të duken gjërat pa rëndësishme për momentin, por duke u akumuluar, ato kthehen në të rëndësishme në një moment të caktuar të rrugës që bëjmë bashkë. E qartë, mirë. Gjithsesi, në familje shqiptare mendoj prezent akoma është fenomeni që burri është siguruesi i financave dhe gruaja është ajo e cila për kujdes. Sa role gjinore... Por po përmirësohemi së shoqëri. Disa role gjinore është mirë që t'i mbajnë. Jo çdo gjë duhet ta zvenisim. Mirë është që të ndërthurim pjesën tradicionale me pjesën bashkëkohore. Ato çfarë kemi vlerë me ato çfarë është aktual. Eva, faleminderit shumë për vendimin tënd profesional, i gjithmonë e mirëpritur, ndërkohë publikut i themi po shkojmë një herë në edicionin informativ, kthehemi pas pak.